SPAK bëri të ditur pak ditë më parë përmes programit të transparencës se ka në hetim një prej ministrave të qeverisë Rama. Ky qëndrimi i prokurorisë speciale krijoi një përshjellim dhe shumë aludime, por gazetari Elton Qyno vën të ditur se SPAK ka vënë në hetim Arbian Maznikun, ministër i shtetit për pushtetin vendor. Gazetari shkruan se fillimisht hetimet ndaj Maznikut janë fokusuar vetëm tek tenderat e bashkisë dhe nisur nga dyshime për abuzime me detyrën. SPAK dhe BKH kanë kryer 3 muaj para zgjedhjeve parlamentare një kontroll në banesën e zyrtarit të lartë. Nuk dihet me saktësi se çfarë është gjetur nga ana e SPAK në banesë, por një burim pranë këtij institucioni tha se tashmë është në pritje të një dosje tjetër kundër Arbian Maznikut, e cila do transferohet për mos kompetencë nga Prokuroria e Tiranës drejt SPAK. Madje për llogari të kësaj dosje, Mazniku në cilësinë e ish-nën kryetarit të Bashkisë së Tiranës është marrë në pyetje lidhur me hapjen e procedurave të dyshuara si fiktive të një tenderi për rikonstruksionin e rrugës Gjon Belushi që ndodhet në zonën e Freskut. Por tashmë nuk është vetëm kjo, pasi SPAK ka përqendruar hetimet ndaj Maznikut dhe tek disa praktika tenderuese mes Bashkisë së Tiranës dhe restorantit The Home, që është në bashkëpronësi të bashkëshortes së Maznikut, shtetases Marinela Lika, kurse disa praktika të tjera që janë në verifikime sipër nga SPAK lidhen me tenderat që The Home ka fituar. Bëhet fjalë për tendera me vlerë rreth 800.000 euro me kompaninë publike Tirana DC dhe Bashkinë e Tiranës gjatë viteve 2021-2022. SPAK ka ngritur dyshime të forta për një konflikt të pastër të interesit dhe korrupsionit, për shkak se në kohën kur janë zhvilluar, Mazniku ka mbajtur postin e nënkyetarit të Bashkisë Tiranë. Ndër të tjera gjatë kësaj kohe, Mazniku ka mbajtur në kompaninë Tirana DC postin e rëndësishëm si kryetari i Këshillit Administrativ, post nga i cili u largua në muajin gusht 2024. Sipas dyshimeve të SPAK, Arbian Mazniku si kryetari i Këshillit Administrativ në kompaninë Tirana DC lëvronte fondet përfituese e të cilave ishte e bar restoranti The Home, që ndodhet në qendër të Tiranës e që bashkë menaxhohet nga gruaja e tij, Marinela Lika. Një skem thuajse i qartë si ajo e ngritur nga ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj me restorantin e njohur Gzona. Aktualisht biznesi The Home, që zotrohet 50% nga Marinela Lika, është vendosur në mansigurimi nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, rajoni qendror, pasi rezulton të mos ketë paguar detyrimet tatimore në vlerën prej 27 milion lekë të vjetra.